humbja e forcës së kockave dhe peshës së saj mund të çojë në osteoporozë, një çrregullim në të cilin kockat bëhen shumë të brishta dhe me shumë gjasa për t'u thyer. Tek të moshuarit me osteoporozë janë më të prekshëm ndaj thyerjeve, frakturave në kyçin e dorës, në kokat e femurit, pranë ijeve në pjesën e mesit lumbare. Këto fraktura mund të kufizojnë seriozisht lëvizshmërinë dhe pavarësinë. Pra, për të mos harritur në këtë pikë, është e mira që neve të ndjekim disa këshilla se si të kemi kockat të shëndetshme gjatë gjithë jetës sonë. 1. Kryeni ushtrime fizike. Trajnimi i forcës ose ushtrimi me peshë përmirëson densitetin e kockave duke ushtruar një presion mbi kockat ose duke ndikuar që mineralet që ne marrim të shkojnë dhe të ngjiten në kocka dhe të mos lejojnë që këto të bëhen poroze.